I kthyer në traditë tashmë edhe këtë vit në Shkodër organizua panajiri i punësimit. Drejtoria zyrës së punësimit në Shkodër, Roza Fazmiani, tha se panajiri është një mundësi e mirë sepse vjen para fillimit të sezonit turistik dhe shërben për regjistrimet të rinjve. Ajo bëri me dije se janë mbi 500 vende të lira pune, ndërsa këtë panajir në vitin e dytë paraqitet garancia rinore, një projekt pilot në Shkodër. Panajiri është një mundësi shumë e mirë sepse vjen para fillimit të sezonit dhe është një mundësi shumë e mirë për regjistrimin e të rinjve, të cilët janë të interesuar për punë sezonale, por edhe për punë tjetër part-time gjatë periudhës pasditeve. Është një mundësi shumë e mirë për paraqitjen e ofertave që ne kemi këtyre të rinjve që kemi në zyrën e punës, të kurseve të formimit, sepse është qendra e formimit që ekspozon bashkë me zyrën e punës, dhe një varietet kurse, sepse duhet kurse që të bëhen tani në mënyrë që të mundësohet punësimi tyre në periudhën e sezonit. Ne vim sot me mbi 500 vende të lira pune, nga të cilat 230 janë pozicione të ndryshme pune në subjekte dhe mbi 80 subjekte kanë paraqitur vende të lira pune në portalin puna.gov.al, kur janë tani edhe regjistrimet e të rinjve janë lehtësuar shumë në atë e-Albanias, automatikisht çdo njeri mund të regjistrohet si punëkërkues dhe më pas ne kontaktojmë në lidhje me dhënien e ofertave të ndryshme të vjen në zyrën e punës për me marrë shërbime më të mira. Paraqisim në këtë panajir, është viti i dytë që paraqisim garancinë rinore, ku Shkodra vazhdon të jetë projekt pilot bashkë me Tiranën dhe Vlorën. Aktualisht kemi në proces një program të ri punësimi, është program i cili bëhet për herë të parë në Shkodër, të nxënit në vendin e punës, programi i cili konsiston të ketë një 4 muaj e gjysmë tjetër periudha formimit në 2 lloje kursesh. Po formimi bëhet në vendin e punës tek subjekti, dhe do bëhet bashkëpunim me subjektin dhe qendrat e formimit dhe më pas punësimi tek i njëjti subjekt i cili do bëjë më parë formimin e tyre në bashkëpunim gjithmonë me qendrën e formimit e cila ka dhe kurrikulat përkatëse. Në këtë panajir të organizuar në patin e sportit merrnin pjesë institucione dhe biznese që operojnë në Shkodër dhe Mëngjer.